Frikë ndaj rritjes së emigracionit të palishëm është prezantuar si arsye kryesore nga Britania për votën jo që është dhënë Shqipërisë në marrjen e statusit të vendit kandidat. Në një prononcim për mediat, kryeministri David Cameron ka deklaruar se do të mbështesë integrimin e mëtejshëm të vendeve në Bashkimin Evropian, vetëm pasi të vendosen rregulla më të forta për integrimin. British forces are in action over Libya. Britania e Madhe do të mbështesë zgjerimin e Bashkimit Evropian vetëm nëse do të vendosë rregulla strikte të emigracionit duke vënë limite për qarkullimin e lirë të punëtorëve. Do të duhen shumë vite, ndoshta një dekadë, përpara se një vend tjetër të bashkohet Bashkimit Evropian. Kjo nuk mund të bëhet në të njëjtën mënyrë siç është bërë në të kaluar. Kryeministri britanik ka shprehur bindjen se para antarësimit të plot në Bashkimin Evropian duhet që vendet aspirante të arrijnë një nivel më të lartë të ardhurave për frym, ose vendet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të vendosin vetë për numrin e pranueshëm të emigrantëve që mund të pranojnë. Sipas Cameron, duhet të kalojnë 10 vjet që Shqipëria apo Serbia të integrohen pas çeljes së negociatave, pasi siç ka vlerësuar ai, nuk duhen përsëritur gabimet që u bën me antarësimin e Rumanisë dhe Bullgarisë dhe që rriti shumë numrin e emigrantëve në vendet e Bashkimit Evropian. Deklarata e kryeministrit britanik vjen në të njëjtën kohë që funksionarë të lartë në Britani kanë ndërmarrë së fundmi një nismë për të bllokuar qarkullimin e lirë të qytetarëve në disa vende të reja që janë bërë pjesë e Bashkimit Evropian, por që rrezikojnë të kthehen në burime emigrimi në vendet më të pasura të BE-s. Për këtë arsye është kërkuar që çdo vend i Bashkimit Evropian të ketë të drejtën për të pranuar vetë numrin e punëtorëve të huaj, të cilët ajo lejon, ose që qytetarët e Bashkimit Evropian të kenë leje të kufizuara në kohë për qëndrimin në vendet e Unionit Evropian.